Platformat mediatike perëndimore që shfaqin një këmbgulje për të ruajtur një marrëdhënie bas kap me konsumatorët janë ndërshum frikantsak brenda komunitetit gazetaresk që në mënyrë të rregullt zbusin gjenocidin e Izraelit në Gaza. Bas kap i referohet një filozofie politike raciste të përhapur gjatë apartheidit në Afrikën e Jugut, e ngjashme me sundimin kolonial. Të dyja ushtrojnë supremaci, pushtet dhe kontroll, shkruan gazetari Iqbal Jasad. Ironikisht, pavarësisht dominimit që zotron, banorët e mediave perëndimore shmangin përplasjen me regjimin kolonial të vendbanimeve hebraike, Izraelin. Shumë faktorë shpjegojnë atë që mund të përshkruhet më së miri si frika cakëri, por më dominuesi është frika e madhe nga intimidimi dhe akuzat për antisemitizëm. Në thelb qëndron një rregull i pashkruar që dikton formatin e mbulimit të çështjeve që lidhen me Izraelin, një tradhtie plot ndaj etikës së gazetarisë. Erozioni i besimit dhe integritetit buron nga vetcenzura, e cila çon në minimizimin e realitetit brutal të shkallës së tmerrit të shkaktuar nga regjimi i Netanyahut në Gaza. Modeli i kolonizimit është i dukshëm si në zgjedhjen e gjuhës së butë, ashtu edhe në mungesën e kontekstit kritik. Të kritikosh rezistencën palestineze, duke nisur nga 7 tetori 2023, pa shpjeguar dekadat të pushtimit paligjshëm izraelit, blokadën 17 vjeçare të Gazës dhe statusin juridik të territorit sipas së drejtës ndërkombëtare, është thellësisht e padrejtë, e njëanshme dhe mashtruese, vlerëson gazetari Jasad. Në fakt, mund të argumentohet se raportimet mediatike që nisin me 7 tetorin, duke paraqitur justifikimin e Izraelit si një luftë të drejtë apo kundër terrorizëm, ndërsa anashkalojnë kontekstin historik të pushtimit, blokadës dhe apartheidit, janë të parazvlerëshme me prodhimin e pëlqimit për gjenocidin. Në mungesë të këtij konteksti thelbësor, platformat mediatike veprojnë si dhoma jehone të Hasbaras, propagandës izraelite. Raportimet dhe komentet që burojnë nga këto mungesa thelbësore ushqejnë narrativat sioniste që synojnë të justifikojnë gjenocidin. Sa i përket gjuhës së butë, memorandumet të brendshme të rrjedhura nga disa media kryesore thuhet se u kanë udhëzuar gazetarëve të shmangin ose kufizojnë përdorimin e termave si gjenocid, spastrim etnik dhe territoret pushtuara. Nuk mund të ketë asnjë justifikim për përdorimin e termave si masakër dhe therrje për të përshkruar kundër përgjigjen palestineze, ndërsa përdoren terma neutral si konflikt apo shpërthime për bombardimet e gjëra dhe të pandërprera izraelite që synojnë civilet palestinez. Është e rëndësishme të kujtohet se Lemkin Institute for Genocide Prevention u bëri thirrje mediave perëndimore të ndalonin përdorimin e retorikës që mbulon në mënyrë aktive Izraelin nga përgjegjësia për krime ndërkombëtare. Po aq e rëndësishme është të kujtohet se disa ditë pas 7 tetorit, presidenti i Izraelit Isaac Herzog deklaroi se jo vetëm militantët, por një komb i tërë ishte përgjegjës për dhunën dhe se Izraeli do të luftonte derisa t'u thyej mshtyllën kurrizore. Më 9 tetor, ministri izraelit i mbrojtjes Yoav Gallant ju referua palestinezëve si kafshë njerëzore dhe tha se forcat izraelite po vepronin në përputhje me këtë. Më vonë, ai u tha trupave izraelite në kufi, do të eliminojmë gjithçka. Më 16 tetor, në një fjalim zyrtar në Kneset, kryeministri Benjamin Netanyahu deklaroi se situata ishte një përplasje midis bijve të dritës dhe bijve të errësirës, midis njerëzimit dhe ligjit të xhungullës. Kjo deklarat u publikua edhe në llogarinë e tij zyrtare në X, por më pas u fshi. Sa më shumë që mediat kryesore perëndimore kanë kontribuar në prodhimin e pëlqimit për gjenocidin në Gaza dhe vendbanimit e paligjshme në bregun perëndimor pushtuar, çnjerëzimi i palestinezëve nga politikanët dhe ushtarët izraelit mbetet kryesisht i pakontestuar prej tyre. Debati i fundit rreth mënyrës se si Financial Times e përshkroi zhvendosjen e detyruar raciste të palestinezëve në bregun perëndimor si aneksim përmes ligjit, është dëshmi e sanitizimit të spastrimit etnik përmes forcës ushtarake, i cili në thelb është kriminal, sipas të drejtës ndërkombëtare. Nuk ekziston asnjë mekanizëm ligjor apo akt nënligjor që mund të legjitimojë marrjen e një anshme të territorit pushtuar. Në korrik 2024, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë, organi më i lartë juridik në botë, dha një vendim historik. Prania e Izraelit në territorin e pushtuar palestinez është e paligjshme. Gjykata përfundoi se Izraeli duhet t'i jap fund pushtimit sa më shpejt jetë mundur, të ndalojë gjitha aktivitetet e reja të vendbanimeve dhe të evakuojë të gjithë kolonët.
Mbulimi i butë i shkatërimit të jetëve dhe pronave i mundson regjimit të Netanyahut ta paraqesë këtë thjesht si ushtrim burokratik të autoritetit civil administrativ. Bashkëfaqësia mediatike del sërish në pah, duke riprodhuar pa kritik kolonizimin e shtrembëruar të regjimit, pa analizuar faktet që do tregonin se këto shkele janë të dizajnuara për ta bërë aneksimin të pakthyeshëm. Të jetosh një dështim të tillë do thotë të injorosh raportet e OKB-s nga fillimi i vitit 2026 që konfirmojnë se ky zgjerim ka zhvendosur me forcë mbi 36.000 palestinesë mes rritjes së dhunës së kolonëve, si dhe paralajmërimet e agjencive humanitare se këto politika tregojnë një përpjekje të koordinuar për transferim masiv të detyruar. Mungesa e fakteve, konteksti dhe zgjedhja e gjuhës krijon një boshllëk që vazhdon të forcojë mitet sioniste.